Entela, të ftoj të vish këtu pranë meje për të ndjekur bashkë edhe për të, jo për të gjykuar, por edhe për të analizuar më saktë edhe për të komentuar edhe të gjithë inskenimet që do të vinë tani. Kemi inskenimin jo korrekt dhe më pas do të ndjekim atë korrekt. Esta, momenti yt. Vetëm 2 minuta, nuk do vizitohem, vetëm do pyes. Po, edhe unë kam disa kohë që pres në radhë, kështu që për 2 minuta jam dhe unë, kështu që mund të presësh. Vetëm 2 minuta, nuk do vizitohem, vetëm do pyes. 2 minuta. Të tërë 2 minuta punë kemi. Vetëm 2 minuta. Okej, në rregull. Dy minuta tha, po kaluan 10. Më falë, nuk të pash. S'ka problem, se brit mendjen. Jeni në radhë gjithashtu? Po pres. Faleminderit. Faleminderit që e vura re që isha në radhë. Faleminderit. Atëherë, ky ishte inskenimi jo korrekt, që vajzat sollën, bëje fjalë në një radhë pra ku mbahet në poliambulancë. Në fakt, shumë spontanisht u bë edhe inskenimi korrekt së bashku me jo korrektin, kështu që i kemi të gatshëm për t'i komentuar të ta. Tani më, ishte shumë shkurt ai inskenimi korrekt, ndaj mua nuk do më pëlqente fare që mendojmë që këto gjëra të cilat janë kaq në fakt kaq të rëndësishme dhe që duhet të vëmë theksin, mbi të gjitha të kalojnë pa u vënë re. Pse? Megjithatë, do të kemi mundësi që të analizojmë një herë atë të cilën ishte inskenimi jo korrekt, dhe më pas do ta risjellim edhe një herë esta inskenimin korrekt për ta bërë me dije edhe për teleshikuesit. Entela, një inskenim, një situatë të cilën unë jam e sigurt që të gjithëve ne na ka ndodhur, situata që gjendemi në vështirësi. Çfarë ndodh? Është mungesë edukate, është mbase mënyra se si ne jemi mësuar, jemi rritur, jemi edukuar, nuk jemi edukuar për ato pritjet e gjata në radhë, vjen mbase edhe për çështjet sistemi dikurshëm që radhët e gjata shoqëronin njerëzit, çfarë ka ndodhur? Po, shumë faleminderit që e keni menduar këtë inskenim, sepse është një mini e vërtet e përditshme jona. Të gjithëve na ndodh jo vetëm tek mjeku, po kudo thuajse, sa herë vendosemi në radhë të disiplinuar, dikush gjithmonë gjen një arsye të na dalë përpara kësaj radhe, të përfitojë nga mirësia, nga zemërgjerësia hera herës, nga durimi ynë, dhe jo vetëm aq, por edhe ta shfrytëzojë dhe ta abuzojë me të. Dhe në një rast si ky, në vetvete ne këtë pam. Pra, një vajzë e cila pa pyetur dhe pa qenë as pak empatike me tjetrën, në vend që t'i kërkonte ndjes, në vend që të thoshte se do më thënë ajo që kërkonte ishte një pyetje për cilën ajo duhet ta mirëkuptonte tjetrën në radhë, jo vetëm që nuk e bëri këtë, por përfitoi nga kjo mirësjellje e saj edhe mori dhe më shumë kohë se i takonte të merrte. Kështu që shpeshherë vendosen edhe vetë mjekët në vështirësi me këto rregulla që i shkelim. Roli i mjekut, unë besoj që deri diku kur një situatë sheh, jam dakord që mund të ndërhyjë, por ka situata të shumta të cilat ndodhin pas derës së tij dhe ti je mbasi i pamundur për ta menaxhuar të gjithë situatën. Por çfarë ndodh? Jemi në një shoqëri e cila nuk di të pres, nuk di të kërkoj, nuk di të marrë leje, apo? Po, mendoj që jemi gjithmonë nxitim thjesht dhe duhet jemi ne gjithmonë të parët për të mbaruar punë pa parë tjetrin. Bravo, të gjitha nga pak mendoj unë. Në rast parë, kjo vjen si rezultat i një edukimi të dobët që kemi ne në shoqëri, dhe kjo është disi më e thellë si temë, shkon më larg në moshë, mund shkojë mendoj unë deri në vegjëli, kur ne fillojmë marrim rregullat e para të disiplinës që janë shumë të rëndësishme gjatë jetës. Kjo vjen si rezultati një edukimi të dobët edhe në përshkolla, ku lëndët e edukatës shoqërore janë thuajse të nënçmuara dhe të pavlerësuara. Dhe si të thuash në vegjëli ose në moshën e shkollës, pothuajse nuk marrim as pak nga këto element. Mund të marrim vetëm ata për cilët shkolla është vërtet një interes i madh, një pasion, një dashuri ose kuptojnë ndryshimin përmes saj. Mund të vi sigurisht edhe ndonjëherë në radhët e njerëzve ka nga ata që kanë një prag durimi shumë të ulët, që lidhet pak a shumë me proceset psikike të tyre. Pra vetë menaxhimi, vetë rregullimi, vetë disiplinimi është i dobët, dhe për këtë arsye shpeshherë ata bëhen shumë neurotik. Provo të thuash që jo, prit, duro, dhe sheh se si reagojnë, bëhen menjëherë impulsiv,
Dhe kjo tregon, domethënë, një lloj, si të themi, pragu të dobët edhe të menaxhimit emocional të këtyre njerëzve me një psik shumë të brisht. Po mund të vi sigurisht për të shkuar më tej në kohë edhe nga e kaluara jon jo shumë e largët, ajo e periudhës izolimit komunist, ku radhët në orën 2 të mëngjesit, 3 të mëngjesit kanë shoqëruar gjenerata të tëra. Është një çështje kulture e trashëguar në një farë mënyrë. Pra, edhe pse duket ne në sociologji, grupet të këtilla që krijojnë aty për aty i quajmë agregate. Pra, edhe pse ky është në vetvete një agregat. Pra, një grup i krijuar aty për aty, i krijon rregullat aty për aty, sërish reflekton në vetvete një edukim pak më të thellë në kohë. Shumë e vërtet. Esta, nuk e di nëse ka pasur situata të tilla në të cilat je gjendur, për fat të keq ne kemi dëgjuar shpeshherë në media që situata të tilla kanë qenë edhe situata të cilat kanë derivuar më pas deri në përleshje fizike apo edhe në dëme të tjera më të mëdha. A je ndodhur? Si ke reaguar në situata të tilla dhe a e humb ndonjëherë edhe durimin, sepse në fund të fundit jemi njerëz prej gjaku, të cilët jemi mbasi të edukuar, të kulturuar dhe duam që të presim nga tjetri cilët po ashtu me ne. Po, jam ndodhur në situata të tilla, prandaj dhe zgjedh t'i sjell këtu për t'i skenuar dhe për më pas t'i komentuar. Kanë qenë situata të ndryshme, situata ku njerëzit kanë vënë përpara nevojën e tyre personale, kanë vënë përpara mirëqenie sociale, mirëqenie së përgjithshme. Janë thjesht situata ku njerëzit vendosin të dalin nga realiteti i përbashkët social, të fokusohen në nevojën që ata kanë, edhe kështu ata thyen edhe rregullat e shoqërisë. Por unë këto situata i sjell jo më kot, i sjell sepse realisht besoj që radha është kaq e rëndësishme, sepse mund të jetë si barometri social i një shoqërie, barometër për të matur, se sa të kulturuar, se sa të edukuar, edhe se sa njerëzor dhe të duruar ne jemi. Ndaj vendosa ta testoj edhe vetë personalisht, se si do reagoj, në rastin kur mua nga mikesha ime më kalohet radha dhe ka përcem. Do ta ndjekim tani më inskenimin e saktë edhe një herë të lutem, për ta kuptuar edhe teleshikuesit. Po pres në rallë. Sia, shiko, ka edhe pak radhë për para meje, pastaj vjen ti. Okej, të kuptoj, por po pres në rallë. Duhet të kaloj. Shiko, nëse e keni me urgjencë mundet edhe të kaloni. Okej, Mund të kaloni përpara, nuk ka problem. Pres në rallë, faleminderit. Të duruara, të edukuara, nuk e vunë as doktoreshën e bukur, nuk e vunë në një situatë jo të këndshme. Për ne, kjo realitet duke si në për filma më shumë, sepse në të përditshmën tonë... Nuk është kjo realiteti, për fat të keq. Unë ndaj doja ta sillja edhe një herë për ta parë, sepse në fakt kështu duhet jetë, por për fat keq nuk është kjo. Nuk është, edhe nëse në asnjë prej radhëve që ne gjendemi në përditshmërinë tonë. Nëse më lejon edhe unë mund të sjell një shembull personal, kam qenë një herë një udhërfyese turistike për një grup shumë të madh turistësh. Ishim në një aeroport jashtë Shqipërisë dhe ai vendasi, guida vendase më thoshte zonjë, thojuni klientëve tuaj të vendosen në radhë, se ishte shumë e vështirë. Pra, mendoj që ka të bëjë disi edhe me mënyrën se si ne, domethënë, e shikojmë edukatën, sa e rëndësishme është për mirëqenien e përgjithshme. Mendoj që shembuj si ky që sapo dhat duhet të përbëjnë vërtet një model. Pra njerëzit duhet ta kuptojnë, koha është e rëndësishme për të gjithë, rregulli është rregull, nga një menaxhim i mirë i rregullit të gjithë përfitojnë, askush nuk humbet, dhe nëse tregojmë disi her pas here se është e vërtet ajo që ju thatë në njerëz jemi, tolerant, të tjerët nuk duhet të abuzojnë me këtë tolerancë, sepse ai që është tolerant është aq i gjerë sa ka mundësinë që brenda atij të hyjnë shumë. Edhe njerëzit me këtë tolerancë të gjerë për fatin tonë të mirë jo të mirë, nuk i gjejmë shumë. Prandaj edhe mendoj që respekti ndaj radhës flet sigurisht edhe për si e shikojmë ne si shoqëri rregullin. Sa e vlerësojmë, a e quajmë të duhurin, mos harrojmë, vim edhe nga një shoqëri, se të themi, ku gjithkush njeh gjithkënd, edhe gjithmonë do dalë një i njohur, që do shërbej aty, si të themi, si një farmiku në thonjza, për të ka përdzyer gjithmonë në radhën. Pra gjithmonë gjejmë diçka që ta ka përcejmë, nuk është e mirë kështu. Do të lutesha dhe do të ndihmoj që të vish dhe të ulesh këtu pranë Antonetës për ta zhvilluar edhe më tej bisedën, të lutem. Mund të ulesh.
the diçka shumë të bukur, që ne jemi një vend i vogël, njihemi me të gjithë, shpeshherë ndihmojnë edhe këto raportet disi miqësore që ti të hysh, të kalosh radhën, të mos presësh, gjë më pas e cila prish të gjithë zinxhirin e mirë funksionimit dhe ashtu si në fakt duhet funksionojë vërtet. Çfarë ndodh me personin që e sheh? Ne të gjithë kemi qelluar dhe kemi ndeshur me situata të tilla kur jemi bërë, le të themi, dëshmitar e një marrëdhënieje që në fakt nuk duhet jetë ashtu. Mjeku nuk ka pse të tregojë një anshmëri me dikë që nje, duke e futur pa radhë, duke të lënë ty që të presësh në radhë të tëra me fëmijë apo pa fëmijë të vegjël dhe ku të gjithë kanë të njëjtin shqetësim dhe drejtohen tek mjeku për të njëjtin shqetësim. A duhet të kërkojmë llogarinë dhe të ngrem zërin, mbase edhe përballë mjekut, edhe përpara ti, edhe për të shkuar për të trokitur për të thënë ka një hierarki, ka një radhë, ka një mënyrë se si duhet funksionojnë këto gjëra. Apo nuk e kemi këtë të drejtë? Natyrisht që e kemi këtë të drejtë. Për aq kohë sa e keni vënë re ju që ne, kur jemi në kufit jashtë Shqipërisë, jemi te të duruar. Domethënë, tregojmë shumë të dyzuar në sjelljet tona. Ndryshe veprojmë këtu, ndryshe atje, siç thot populli sipas vendit dhe kuvendi. Për fatin ton të keq, edhe të mirë një herazi, ne jetojmë këtu dhe çfarë rregullash kërkojmë, për veten toni kemi, nuk është se do duhet patjetër si të themi, të zbatojmë se i shkojnë në të mirë dikujt tjetër. Janë për ne. Prandaj dhe duhet të kërkojmë si ndjehemi, sigurisht jemi ndjerë të fyer, sepse gjithkush njeh gjithkënd, nuk është ndonjë çudi, po jo gjithkush zgjedh me vullnetin e vet, domethënë të vendosë në sprov durimin e tjetrit, të tregohet i parë, të mos e respektoj tjetrin, dhe madje edhe shpeshherë edhe vetë mjeku, domethënë ta vendosë në vështirësi. Kemi vënë re raste kur edhe vetë mjekët abuzojnë me statusin e tyre që është e vërteta është ndër profesionet më të privilegjuara të cilës do shoqëri. Ne mjekët morëm sot për të qenë korrekt, ne mjekët morën sot, po në fakt ndodh një lloj, po të shkosh në një dyqan, diku gjithmonë është dikush që ka prirjen, domethënë, që t'i dalë rregullit kundër. Edhe prandaj duhet ta kuptojnë njerëzit që nuk është kjo mënyra e duhur, secili ka vendin e vet, gjithkush ka kohën e tij, gjithkush ka personalitetin e vet, dhe nëse dëshiron të jesh i disiplinuar, duhet jashtëzakonisht shumë të punosh me veten. Për ata njerëz që tregojnë durim dhe respekt, kanë një karakter shumë të fortë. Njerëzit duhet ta kuptojnë që kjo është forca, jo ajo që ti bën duke shfrytëzuar një njohje edhe duke ka përzyer gjithë të tjera, se nuk janë budallënj njerëzit, edhe nuk ka budallënj sot. Nëse tjetri të toleron, e bën këtë sepse është empatik, sepse sot po ndihmoj, po hap rrugë, nuk është problem, po jo gjithkund. Sipas jush, edhe me zërin e një eksperti, cila do të ishte gjuha e duhur me të cilën edhe duhet të drejtohej personi që është në radhë, dhe që në një farë mënyre nuk respektohet. A duhet ketë mbase një kundërpërgjigje kundrejt këtij personi që tenton të kaloj pa respektuar tjetrin? A ka një gjuhë komunikimi edhe për t'i dhënë për të kuptuar që mbase ti e bëre, kalove, por nuk duhet të ndodhte? E kuptoj. Kur unë fola në pjesën e parë dhe thash këto janë pak më të thella në kohë, edhe fola për edukimin në vegjëli, është shumë i rëndësishëm ky moment në jetën e njerëzve, pra vegjëlia, sepse aty mbrojten disa nga virtytet kryesore të njeriut, në jetë normat që ai duhet të ndjek gjatë jetës. Prandaj është pak si të themi pak si vonë që një të rriturit i tregosh edukatën kur ai ka kaluar të 40-50 e më tej. Por asnjëherë njeriu nuk duhet të humb besimin tek virtyti, tek vlera dhe tek ndikimi që vlera ka në komunitet. Prandaj, ata njerëz që ndjehen të nëpërkombur, si themi të nënvlerësuar dhe të parespektuar, tregojnë një vlerë shumë të madhe edhe kur janë, si të themi, reagues. Me fjalën e mirë, me modelin e duhur, me tonin e duhur, se shpesh herë një pjesë e madhe e keqkuptimeve, konfrontimeve tona lind pikërisht për shkak të tonit. Madje ne në komunikim themi 90% është toni dhe vetëm 10% është përmbajtja. Dhe shpesh herë, pikërisht, shpesh herë,
njerëzit të shkojnë, domethënë në kufit e pamundësisë të tyre mendore, sepse ju vihet shumë në sprov pikërisht edukimi i tyre, durimi i tyre edhe edukata, domethënë që tregojnë dhe toleranca. Ela, je vendosur ndonjëherë në sprova të tilla? Ka pasur situata ku mund t'jesh përballur kështu mbase me mos respekt kundrejt teje, apo të zhdashur mbase që edhe të reagosh në një farë mënyre? Po, disa raste, jo vetëm raste pjesës klinikës. Jo, absolutisht, sepse ne prandaj thamë për përditshmëri kemi çdo lloj plot. vendi, domethënë në lokalet ku shkojmë, vendi ku shkojmë për të bler, çdo lloj vendi ne hasim me njerëzit që nuk tregojnë respekt. Dhe normalisht, domethënë, jo të gjithë janë një lloj, jo të gjithë si dhe një lloj, dhe ka që tregojnë respekt, ka që nuk tregojnë respekt. Tek ata që mbase nuk kanë treguar respekt, ke reaguar? Normalisht ne do reagojmë, por me limitet tona pa kaluar ato limitet. Po shikojmë në çdo lloj vendi, po shikojmë shumë të rinj që po kalojnë limitet në dhunë fizike, ofendim, shumë më tepër që po kalojnë limitet më tepër që shkojnë deri dhe në për policie. Shumë e vërtet. Esta, pak më parë, zonja Binjaku tha që kultura jo në vend ynë duket sikur na dikton në një farë mënyrë edhe të kemi këtë lloj mos edukate, duke respektuar tjetrin, duke dalë para radhe. Ndërkohë që në vendet jashtë ne kur shkojmë jemi të disiplinuar, jemi të edukuar, që ndrojmë aty në radhë, mund si shpresim edhe në radhë shumë të gjata. Ti ke jetuar, ke studiuar jashtë, e ke ndjer deri diku këtë fenomen? Po, shumë, vërtet shumë, edhe si që përmenda edhe më parë, mënyra se si mbajmë radhët, për mendimin tim është një nga indikatorët më të mëdhenj që flet për një shoqëri. Jashtetit vërtet që radhët mbahen, respektohen, është edhe kultura e të priturit për të ullur në restorante dhe lokale, që ne në Shqipëri nuk e kemi një komoditet për cilin jemi me fatë që e kemi realisht, kemi një kulturë pak më sportive, kemi dhe një mënyrë të folurit dhe të komunikuarit pak më emocionale. Kjo është stili jonë, jo vetëm joni si shqiptar, por besoj edhe Ballkanas, janë kultura të përngjashme, dhe realisht besoj që kultura formësohet nga vendi dhe prejardhja nga i cili vjen, nga historia dhe nga brezat që pasojnë brez pas brezi, është një gjë që trashëgohet, por sigurisht që mund të përmirësohet dhe sigurisht që mund të punojmë mbi ta. Zonja Binjaku, pak më parë Ela tha që shpeshherë ne nuk kundërreagojmë për arsye edhe të frikës, frikë nga përballja fizike, një frikë sepse mund të degenerojë komunikimi më tej. A na privon kjo, a na bën kjo mbase më pak guximtar për të kërkuar të drejtën tonë, për të edukuar në një farë mënyre edhe tjetrin që është gabim? Qëndron është e vërtet, do me thënë stepemi, sepse e pa parashikueshme mund të vi. Edhe ajo mund në vendosë në një pozit që nuk di mas ne si të reagojmë. Dhe për këta arsye, do me thënë, nuk reagojmë. Çështja është që deri ku do të shkojmë kështu. Do me thënë, nuk reagoj ju, nuk reagon ti, nuk reagon ai tjetri. Edhe gjithë e përbashkëta jonë është një heshtje ndaj diçka që ne vete shikojmë që nuk shkon. Prandaj mendimi im është që të punojmë më shumë, duke filluar që në veçëli, që në institucionet e parashkollorit me element të edukimit, sepse edukata është një element i qëndrueshëm në kohë dhe të shpërblen. Njerëzit duhet ta kuptojnë që nuk është, si të themi, më trim, më interesante dhe më i pushtetshëm ai që ngre zërin, apo ai që konfliktohet, apo ai që shkel mbi tjetrin, përkundrazi. E kundërta është e vërtet. Ai që është reagues, që është i edukuar, që tregohet, do me thonë, mirë kuptues edhe respekton normat, ai është modeli për shoqërinë dhe ai duhet, do me thonë, të përçohet kudo. Falenderoj shumë që ishe me ne sot, falenderoj shumë Esta dhe Ela dhe urojmë shumë që të kemi përçuar kështu një mesazh të fortë edhe të kemi edukuar për sa i përket rreth këtij fenomeni. Edhe që radhët e pritjes më të mos jenë problematike dhe me her pas here me diskutime. Dhe që ti të mos jesh më doktoresh sepse ishe shumë e urtë edhe unë nuk dua që të jesh aq e urtë, më pëlqen kështu, ë?
Një eksperiencë Plot energji, eksperiencë e bukur, ë? Mirë, ne kemi mbritur në fund edhe për sot. Do t'u lëm takim nesër në orën 10:30 në ekranin e RTS 1 HD me programin Ejat e ne për të sjellë gjithçka kemi përgatitur nesër që është e premte. Mos harroni të na ndiqni dhe në rrjetet sociale ku në Instagram postohen pjesët shkurtimisht më interesante nga Ejat e ne, ndërkohë në YouTube i keni emisionet e plota që nga fillimi i sezonit. Ne do të vim përsëri nesër për ta mbyllur javën në mënyrën më të mirë të mundshme. Ju e dini ku na gjeni në Radio Televizionin Shqiptar. Deri atëherë, bashkë me Ivën ju urojmë një Shihemi nesër në orën 10:30.